pranimit të islamit nga prindit të juaj, nga nëna dhe babai, kur ata filluan për jetë parë të falin namaz, të agjërojnë dhe të bindën disa parimeve islame, si ndodhi? Problemi është se baba ka qenë pak më, si më thënë, person që nuk kundërshtonte, po as nuk pranonte në gjë të madhe, dhe baba nuk është fal. Baba ka pranuar vetëm shahadetin deri në momentin e fundit, pra momentin e fundit ka vdekur me shahadet. Por që të ketë bënë ai vepër të islamit në kuptimin që të ketë fal namazin asnjëherë, dhe mendoj se ka qenë një arsye vetme. Kishte frikën se nëse do bëheshin gjithë muslimon, fisi jon do të largoheshe prej nesh, edhe nuk do të kishim më lidhje me askënd. Ndërsa nona e vazhdoi namazin, po jo vetëm namazin nona e ka vu shamnin para gruas time. Momenti që ka fillu namazin, tha, o birë, çfarë do të më bëj tjetër në këtë fe, tha. I thash, do të më umuloj non. Më gjeni rrobe, tha, të mulohem. Umulu nona, dhe pastaj në momentin që është udhëzuar nona ime, nuk kam pas më unë nevojë as të zihem me fisin, as të dalë më të flas, sepse e kisha pararojen dhe mburojen me vete. Ishte nona që dilte, edhe ishte nona ajo që më mbronte me lejen e Allahut xhelle xhelalu, nga një armike e hapur në një mbrojtëse e hapur, elhamdulillah. Me qenë se ky ndryshim shumë i madh, si u ndjeve te kur nëna një më i dashur, do të thot nga një armike tek një person më i afërt. Si u ndjeve ti që para në namaz? Në momentin e parë, unë nuk e kam besu. Pra, ka qenë një moment, ka qenë një, domethënë ditë e mërkurë ka qenë, pra dielën e bëm atë sherrin e madh, ditën e mërkurë më thot gruaja para namazit drekës, por thot shko dhe shikoj çik, thot se nona, thot, më duket se do më u fal. Çfarë thotë më thash, do më u fal nona. Si më fal nona, thash, nona ditën e diel ka qenë kish, boni gjithë atë lloj sherri, do të vi ditën e mërkurë më u fal me ty, thash. Ore shko pyete, thash, se ajo vjen deri ke dera shtëpi e dhomës, edhe ikën, vjen deri te dera, ikën. Po mirë, më thash, po shkoj pe pyet se s'më prish në punë. Edhe o noni, thash, çka ke? Tha, Orbir, tha, pse nuk më thret dhe mu, tha, që të falem? Çfarë i thash, non, çfarë? Tha, pse nuk më thret dhe mu të falem, tha. Si të falem, i thash unë? Po, tha, unë du, tha, du me pranu islamin, tha. Me u bo muslimon, tha, se me të vërtet, tha, ti, tha, me lejen e Zotit, tha, je me drejtën dhe me të vërtetën, tha, edhe unë, tha, du më bo muslimone. Në atë moment, për herë të parë, me dashuri, e kam përqafu dhe e kam puth nonën time me gjithë shpirt. Dhe i thash, noni, thash, a jenë Tereziti. Po kush po të ma ty, thash, me nonë, thash, me ardhë më u falë, thash. Nëse kemi falën, thash, monopolin tonë. Hajde, thash, edhe falu me ne. Edhe është falë në namazin e drekës me ne. Në namazin e ikindis, tha, nona, e di si është puna më birë, tha, unë po ju ngatroj ju, tha, ma mirë për shkoj pe e bëj vetë, tha, ke dhoma ime. Qesha, si do të bënte nona? Namazin vetë në një kohë kur ai herë e parë ishte që falëshë. Megjithatë i thash, non, shtëpia jote është e jotja. Falu, ndash në dhomë tate, ndash në dhomë time, ku dush ti, vetëm falu. Shkoj ke dhoma vetë, tu u fal. Ismaili, çuni vogël, nga që e dinte namazin, nona faleshe dhe vinte aty ke unë, thoshte, o ba, nona e ka bo keq këta, së është ngërejt kështu, ka bo atë, ka bo këta. Nona e dëgjonte. Edhe erdhi, tha, Orbir, tha. Unë, tha, se bo kam do të vetë këtë punë, tha. Atë vi prapë, tha.
thumë i noni, sa herë dush, kur dushti. Dhe që atë herë atë ditë, falenderimi takon Allahu Xhelle Xhelaluhu, që nona i fal 5 vaktet. Dhe ka i herë biles vjen në zgjon dhe për sabah. Çoher pirse vajti ora për namaz. Asa që dikur i përngon të namazit tash edhe ju zgjon juve. Elhamdulillah. Në ndeshni në Facebook Kandili Ndriçues, YouTube Kandili Ndriçues.